Përshëndetje dashur miq, jemi sërish me grupin e radhës me dy studentët tona, Stella dhe Marsi. Kemi dy pjata të ndryshme, një kemi një lazanje miksuar, zakonisht lazanja ta kemi të mbyllur, pra furrë, në këtë rast kemi lazanja të hapur. Kërkojmë pak kohë minutazhe dhe pse jo ta provojmë në një mënyrë tjetër. Nëse Marsi shoh që ka marr pastën, ka marr pulën, shopanën, ka djathin, presim një pastë akoma dhe më të bukur dhe më elegante. Koha vetëm për ju dhe vazhdojmë me procesin e punës. Ndërkohë, mbasi ka marrë val ujë, shtojmë pastën, ndërkohë dhe mishin gjysmën e masës për një... Ordo? Ordo? Po, një mëjë. Gjysmën e masës. Gjysmën? Ka një. Në ide pak. Ide pak. Po, nuk e tonë Nuk ka problem. Nuk ka problem. Një pasës, po kupton, nuk është do gatuaj më shumë. Po punuaj. Kaloj pak të gëshov. Kemi shtuar filetën e pulës nga krau tjetër, nga krau tjetër kemi shtuar mishin e grirë, duke ka përdisur atë sa më lehtë, për të ruajtur vlerat ushqyesve që ajo ka. Ne të shtojmë pak salt spenati, për efekt kohë normalisht kjo është e para përgatitur më përpara. Dhe të ndihmon me pjesën e ujit që produkti të gatuhet. Me temperaturë të ulët e rregullojmë me kripën dhe piperin. Po, mund të shtosh pak fare pana. Okej. Ja, ku është? E trazojmë. Po të marrë të ngjyrë karakteristike që bolognese ka të përfshitë beshamelit. Shtoj pasta. Lidhi pa nga uji i pastave një herë, dhe i produktet të ziljet. S'ka vërë. Shtoj pa nga uji i pastave. Që mos kaloj në skuqe më të tepër, tekstuar. E trazojmë lehtë. Bravo Marsi. Ja, dhe pak të pastë. Pak të të rohet pastë, të redi nështë. Me kujdes, duke trazuar, duke shtuar ujë. E trazojmë me kujdes. Ulli me temperaturën. Të pasën të të zi. E përbëjmë për pjesën e kripës. Mendojnë që është okej ose jo. Nëse ka dëshirë për të shtuar prapë më shumë, mund të shtojmë. Është okej? Ka shumë? Nga me mika më dukë se për kështë më shumë kripë. Kështu që tentojmë gjithmonë të jemi nën mesatare. Marsi, si duket situata këtej? Okej. Kontrollojmë gjithmonë dhe mënyrën e përgatitjes së produkteve.
Mos, a mund e mos. Testoje për kritë Marsi, sigurohu që ka kripën e nevojshme. Pasta, sigur kemi thënë, duhet gjithmonë të jetë disi al dente. Në basi të siguruar që pasta të disi al dente, ti mund të prezentosh për tjerë. Vendosim këtu. Replikim. Skartë, skartë. Ndërkohë, shikojmë që studenti Astera është gati dhe ka përfunduar pjatën e saj, po ndihmojmë pak në lidhje me prezantimin. Vendosim pastën fillimisht në qendrën të pjatës, ndaj quhet lazanja e hapur, dhe me ndihmën e Asterës do mshtojmë pak nga harxhi i përftuar. Në fund fare pak mozzarella. Plak sipër pastës. Sipër. Edhe pak fare. Ja, kush. Pak mozzarella. Po. Prezantohet tek pjata e parë. Perfekt. Shtoj pasta. Çfarë duhet tjetër? Po. Qidhemi. Ku sa e zëtë që? Ndërkohë, basi kam mbaruar pjata e parë, shikojmë që është drejt përfundimit dhe pjata tjetër. Selam alaikum. Pas. Albert, gati? Okej. Të duhet sërish tuj? Okej. Edhe më le e pak atë. Pike vatrën dhe shërtej. Duhet dalësh tu fillim? Tu. Pike vatrën për para? Okej, ndihmoj? Shumë mirë. E shërbejmë sipas dëshirës së duket. Ja për dashur miq, jemi në këndin e provës të dy pastave që sapo përfunduan. Do analizojmë detajet si kurse kemi të gjithmonë dhe për të kuptuar shijen mbi të gjitha. Provojmë pastën Alfredo që Marsi ka përgatitur. Pasta është al dente, ka mjaftueshëm kremozitet që besoj se tek teleshikuesit që po na shikojnë
shihet lirisht. Është i past, le të themi ekuilibruar mirë me shije dhe mendoj që ka arritur një nivel binormale për ekzekutimin e kësaj recete. Duke përjashtuar higjienën. Provojmë lazanjën e hapur, që Stella ka ekzekutuar. Shikojmë pastën, që sikurse ju tham pak më përpara është pastë caldente. Mund të kishte pak nevojë për më shumë krip, pak më shumë. Pana kanë realizuar. Gjithsesi është okay. Faleminderit.